Dëgjojeni këtë histori, marrë nga disa revista shkencore. Ishte viti 2008, Naomi Jacobs sapo kishte quar djalin e saj në shkollë. Ishte paradite, pra mëngjes, dhe ajo, kur u kthye, pati një luhatje, si mund të themi, në trupin e saj, dhe nuk mund të qëndron dot në këmbë, dhe ç'bëri? Ul në divan. Naomi në atë kohë ishte 32 vjeçe. Kishte një djalë dhe burri i saj kishte shkuar në punë. Mirpo, Naomi ra aty, në divan, fjeti, i erdhi gjumë. E çuditshme e kësaj historie që Naomi, kur u ngrit, ishte 15 vjeçe. Po, ishte viti 1992. Pra Naomi Jacobs kishte rënë gjumë në vitin 2008. Dhe ajo u zgjua në vitin 1992. Kur u zgjua, sapo po shikonte përreth saj dhe shikonte disa fotografi në mur. Bile ato fotografi me dikën gjanin, kujtonte se ishte vllai i saj. Megjithatë, ajo u fut në banjo. U fut në banjo dhe shikon fytyrën e saj, që ishte e njëjtë fytyra me 32 vjeçe. Dhe u tmerrua, sepse ajo e dinte shumë mirë që ishte 15 vjeçe, sepse ishte në vitin 1992. Në fakt, e terrorizuar, pritej në shtëpi, por nuk njihte asgjë nga ajo shtëpi. Vetëm disa gjëra të vogla. Megjithatë, ajo vuri re që shtëpia ishte rregulluar, kishin vënë disa divane të reja, bile edhe muri që ajo kalonte kur ngjitej brenda shtëpisë, kishte një kolonë të gjatë ku ajo mbahej. Po nuk mbaron këtu kjo histori, sepse pas pak Naomi mori një lloj telefoni, sepse ajo nuk e njihte telefonin, jo vetëm se ishte e re, por në vitin 1992 nuk ekzistonin telefonat. Megjithatë, aty mbi tavolinë ishte një telefon. Dhe binte zilja e atij telefonit. Dhe ra disa herë, por ajo ishte terrorizuar dhe nuk dinte se çfarë të bënte. E mori atë telefonin në dorë, por nuk dinte se si ta hapte, sepse ishte një iPhone. Dhe si përfundim, mundi që të hapte atë numër, pra atë numër telefoni. Si përfundim, kur u përgjigj nga ana tjetër, një zë, që ishte shoqja e saj e ngushtë, ishte ndryshe, nuk ishte ai zë që ajo njihte që atëherë, pra që kur ishte e re. Sidoqoftë, shoqja e saj u preokupua, i tha se kush ishte dhe menjëherë shkoi tek shtëpia e Naomit. Kur shkoi, shoqja e saj e ngushtë e kuptoi shumë mirë se kishte disa probleme. Në fakt, sa po u fut tek dera e shtëpisë, Naomi i tha, po ti tha si e plakur kaq shumë. Edhe unë tha, jam plakur, po ti që nge plakur më shumë, i tha shoqjes së saj, dhe shoqja e saj filloi që të mbushte syt me lot. Tha, Naomi, çfarë të ka ndodhur? Dhe aty nuk donte, sepse mori menjëherë në telefon shoqja e saj një psikologe që njihte dhe e pyeti se si mund të ekzistonte një problem i tillë, dhe psikologja e udhëzoi se çfarë duhet të bënte. Në fakt, shoqja e saj nuk i tha asnjë gjë. Por pas pak, sepse erdhi ora e drekës, duhet që të merrte djalin nga shkolla, Naomi. Dhe kështu që shoqja nuk i tha gjë, por mori edhe Naomi dhe shkuan që të merrnin djalin e Naomit nga shkolla. Dhe shkuan me makinën e shoqës. Kur doli nga shkolla, djali i Naomit, Naomi aty për aty ndjeu që kishte një dashuri madhështore, shumë të fortë me këtë djalë, por nuk e shpjegonte se përse. Dhe e pyeti shoqen, i tha, kush është ky? Edhe shoqja u ndje keq. Por në atë moment djali i tha, mami, a do ikim në shtëpi? Dhe djali ishte i Naomit. Por Naomi nuk mante mend asgjë. Dhe tani do t'ju them se çfarë i ndodhi Naomit. Kur u kthye në shtëpi, shoqja filloi që t'i shpjegonte. I tha se çfarë kishte ndodhur, që Naomi kishte pësuar një problem që ndodh shumë rrallë, një amnesi të trurit. Është një amnesi e rrallë që ndodh shumë rrallë, por u ndodh disa njerëzve. Pra harrojnë totalisht, harrojnë duke u prerë jeta e tyre në një moment të caktuar deri në një moment të caktuar. Dhe ky segment, pra nga këtu deri këtu, nuk njihet. Pra nuk kuptohet nga mendja, nuk mendohet asgjë, sikur ky segment të jetë zhdukur totalisht.
E njëjta gjë që i ndodhi Naomit. Naomi 17 vjet jetës së saj u shkëputën. Pra që kur ajo ishte 15 vjeçe, deri në moshën 32 vjeçe u shkëput totalisht për 17 vjet. Dhe e dini se si e rikuperoi, është madhështore kjo. Atëre, shkojt gjithmonë tek psikologja, tek shoqja e saj. Psikologja kishte marrë mësime nga një psikolog shumë i fortë i viteve 90. Dhe ai e kishte sugjeruar zakonisht për këto, sepse dinte që ishte ndodhi rrallë, pra këto amnesi, e kishte sugjeruar disa herë se si ishin disa teknika, por disa teknika tjera ajo i kishte studiuar dhe në shkollë dhe gjatë jetës. Dhe çfarë bëri? Mundohej që t'i zgjonte kujtesën vetëm me disa gjëra, disa objekte. Për shembull, kur e çoi tek shtëpia, sepse u kthyen në shtëpi së bashku me psikologen, që të shikoni ato fotografi që ajo shikonte, pra që Naomi shikonte nëpër mur. Ishte djali i saj, por ajo nuk e mbante mend. Dhe në fakt, duke parë ato fotografi, nuk ju kthye fare, edhe pse kishte dashuri marrëmendse, sepse ishte i biri i saj, nuk ju kthye memoria. E dini se si ju kthye memoria? Sepse psikologja vazhdoi gjatë me të gjitha këto testet. Dhe po flasim që ishte viti 2008. I erdhi memoria në vitin 2013 totalisht, por gjatë kësaj kohe, në vitin 2009, mos gaboj nga fundi, vitin 2009, ju kujtua çdo gjë vetëm nga një këngë. Një këngë që asaj i pëlqente shumë kur ishte 15 vjeçe. Me një fjalë, sapo kishte kaluar 15 vjeçe gjysmë, ishte i kufiri i kujtesës së saj, ajo që kishte para moshës 15 dhe pas moshës 15. Pra aty ku ishte kufiri, gjetën një shirit të prerë dhe atë shirit u munduan ta ngjisnin. Pra kujtoi një këngë të atyre kohrave, kur ishte ajo e vogël, 15 vjeçe, që e dëgjonte shpesh. Dhe fal asaj kënge ju kthye memoria, por shumë ngadalë, dhe ju deshën vite, deri në vitin 2013, të bënte terapi pothuajse çdo ditë që t'i vinte edhe njëherë kujtesa e plot. Nuk është vetëm ky rast, ka ndodhur me qindra herë. Po si është e mundur që truri njeriut të mos kujtoj më? Pra si është e mundur që ajo fjeti, edhe pse ditën zakonisht njeriu nuk flet, por i ndodhi diçka në tru që e bëri që ta zinte gjumi dhe ajo fjeti në divan. Fjeti në divan, 32 vjeçe, dhe u zgjua 15 vjeçe, pra nuk kujtonte më asgjë. Kemi bërë edhe ne disa emisione për këtë argument, ka ndodhur edhe në Itali, edhe një mjeku i ka ndodhur. Ja raste të rralla, në Itali ka ndodhur 5 apo 6 herë, gjithë çfarë kujtohet duke filluar që nga viti 1940 deri sot. Më përpara nuk kemi informacione, por ndodh shpesh. Është mirë që të jemi të informuar, sepse apnesia ndodh shpesh me trurin e njeriut. Ndonjëherë ka disa segmente të shkurtra, ose ndonjëherë ato janë më të gjata dhe ndonjëherë kalojnë në ekstrem, si për shembull ky 17 vjet, një segment u zhduk. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Pres komentet tuaja. Natën e mirë.